Për herë të dytë brenda më pak se 10 ditësh, Këshilli Bashkiak i Kukësit nuk arriti të mblidhet, jo për shkak të ndonjë emergjence apo force madhore, por thjesht nga papërgjegjësia e disa këshilltarëve që po bojkotojnë mbledhjet dhe po mbajnë peng vendimarrjen lokale, ndërkohë që disa këshilltarë luajnë në karrigët e pushtetit vendor dhe të legjislativit lokal, qytetarët mbeten pa shërbime bazike. 397 familje në nevojë nuk do të marrin ndihmën ekonomike për muajin gusht, sepse këshilltarët nuk u paraqiten për të votuar fondin 6% që u takon. Në Tryezë ishte edhe kërkesa e banorëve të fshatit Mamës për rrugën Mamës-Surroj, një premtim i bërë me zhurmë, por i harruar me njëherë pas zgjedhjeve. Banorët kanë protestuar disa herë, por as bashkia, as qeveria nuk kanë mbajtur përgjegjësi për vonesat. Situata është po aq alarmante edhe me mungesën e ujit të pijshëm në qytet. Drejtori i ujësirësit pritet të raportonte për një problem që po zgjat me vite, por edhe kjo çështje u shtyp pa afat sepse mbledhja dështoi sërish. Ndërkohë që institucionet heshtin, Kuksi mbetet peng i lorave politike dhe neglizhencës së tyre që janë zgjedhur për ta përfaqësuar. Në vend të vendimarrjes, qyteti sheh një këshill bashkiak që nuk arrin as të mblidhet, ndërsa problemet reale, varfëria, mungesa e ujit dhe premtimet e pambajtura vazhdojnë të rëndojnë mbi qytetarët e Kukësit.